Izet dhe Ajla vijojnë me vendosmëri planin e tyre të arratisjes, duke u përpjekur të zgjidhin të gjitha pengesat pa u zbuluar, ndërsa po flasin me zë të ulët në telefon, pa e ditur se dikush mund t'i dëgjonte. Nare rastësisht bie në bisedën e tyre, e tronditur nga ajo që dëgjon, ajo i kërkon sqarim Ajlës. Ajla e lodhur dhe e frikësuar nga gjithçka që po përjeton, i rrëfen Nare situatën duke i thënë se largimi është e vetmja zgjidhje për të shpëtuar. Nare dëgjon me kujdes dhe edhe pse e shqetësuar, i jep këshillën më të sinqertë, të tregohet tepër e kujdesshme, sepse çdo hap i gabuar mund të sjellë pasoja të rënda. Megjithatë, Nare mbetet besnike, ajo mban fjalën dhe nuk i tregon asgjë së emës, duke ruajtur sekretin e Ajlës dhe shpresën që gjithçka të përfundojë pa fatkeqësi. Gjian njoftohet se në kufirin me Sirin është hapur zjarr ndaj njerëzve të tyre, një incident i papritur që trondit të gjithë familjen. Lajmi arrin shpejt dhe te zonja e shtëpisë, e cila është shqetësuar dhe e frikësuar për sigurinë e tyre, niset menjëherë drejt vendit të ngjarjes. Ndërkohë, atmosfera në vil mbetet e tensionuar, por e zbrazët. Pikërisht atëherë, Nare i afrohet Ajlës me një këshill të rëndësishme, duke parë që të gjithë janë larguar dhe se vëmendja është vendosur tek incidenti, ajo i thot Ajlës se ky është momenti vetëm që mund ta shfrytëzojnë për t'u larguar pa u vënë re. Nare e nxit të mos u mbas kohë, duke ditur se çdo minutë mund të ndryshojë gjithçka dhe se rikthimi i familjarëve mund të mbyllë çdo mundësi shpëtimi. Nare dhe Ajla përqafohen fort, të mbushura me emocione, të dyja e ndjejnë peshën e ndarjes dhe shprehin respektin që kanë ndërtuar për njëra tjetrën. Ajla i thot se do t'i mungojë mirësia e saj, ndërsa Nare ngushëllon, duke i premtuar se çdo gjë që po bën është për të mirën e saj dhe të voglit Denis. Pak qaste më vonë, Nare merr përsipër rrezikun e radhës, ajo shtiret si e sëmurë për të tërhequr vëmendjen e rojeve, duke i detyruar ata të afrohen për ta ndihmuar, ndërsa rojet merren me të, Ajla shfrytëzon momentin për të kaluar shpejt me Denizin e vogël, duke i bërë hapat e parë drejt arratisjes së shumëpritur. Ndërkohë, në një tjetër skenë të tensionuar, Gjian bëri në vendin e incidentit në kufi, ai përpiqet me çdo mënyrë të shpëtojë njeriun që po punon për ta. Por situata është e rrezikshme. Nëna e tij afrohet me shqetësim dhe urdhëron të largohet menjëherë, sepse kamioni i dëmtuar mund të shpërthejë nga momenti në moment. Gjian heziton, i tronditur midis detyrimit dhe rrezikut, ndërsa tensioni rritet çdo sekond. Ajla mbërri në vendin e takimit, duke besuar se aty do të priste Izetin për t'u larguar bashkë me Denizin, por sa po afrohet, e kupton se diçka nuk shkon. Në vend të qetësisë që priste, e pret një surprizë e hidhur. Përballë saj shfaqet Demir Bajbaras. Aty Ajla kupton se është tradhtuar pikërisht nga njeriu që mendonte mik, pra Izeti. E tronditur, Ajla nuk mund ta besojë atë që sheh. Ajo përpiqet ta mbrojë Denizin dhe i del përpara Demirit, duke u munduar të ndalojë të afrohet me djalin, por qëllimi i Demirit është i qartë dhe i rrezikshëm. Ai ka ardhur pikërisht për Denizin. Në atë kaos, Ajla mundohet të largohet, por Demiri vihet mbrapa menjëherë. Frika dhe tensioni rriten, ndërsa Denizi i vogël arrin të marrë në telefon Gjianin, me zërin që i dridhet ai thot: "Një burr i keq po na ndjek." Fatmirësisht, Gjian përgjigjet në telefon. Ai kishte instaluar një përgjues në telefon pikërisht për ta mbrojtur djalin në rast të rreziku. Sapo merr sinjalin, Gjian vihet menjëherë në ndjekje të tyre, me zemrën që i rre fort nga frika se mos nuk arrin në kohë. Demiri arrin të kap Ajlën, ndërsa Denizi i vogël, i trembur, por arrin të shpëtojë. Ai sheh nga larg Gjianin duke ardhur me vrap dhe në këtë moment e shfrytëzon për t'u fshehur. I gjendur në presion, Demiri nuk ka zgjidhje tjetër dhe largohet duke e marrë Ajlën me vete. Pak më vonë, Kaja e gjen Denizin dhe e shpëton, duke e çuar në vend të sigurt, ndërsa Gjian vihet menjëherë në ndjekje të Demirit për të shpëtuar Ajlën. Kur Gjiani arrin në fund pranë tyre, përballet me një skenë të rrezikshme. Demiri ka vendosur armën në kokë Ajlës, duke e përdorur si mburojë dhe duke i kërkuar Gjianit të mos bëj asnjë hap. Ai shpërthen në akuza, duke klithur se Gjian i ka shkatruar jetën. Gjian përpiqet ta qetësojë, duke i thënë se akmarrja nuk do të kishte mbërritur deri këtu, nëse Xhaxha i Demirit do të kishte marrë përgjegjësinë dhe do të kishte vrarë baban, ashtu siç pretendonte familja. Por Demiri ka tjetër plak të hapur. Ai i kujton Gjianit se i mori gruan që e ka dashur më shumë se gjithçka, Sheidën. Me zë të thyer,
Gian shpjegon se martesa e tij me Shaden nuk ishte nga dashuria, por një përpjekje dëshpëruar për të ndaluar akmarrjen mes familjeve. Megjithatë, as kjo sakrificë nuk mjaftoi. Vetëm një vit pas martesës, Shejda u vetvra, duke lënë Demirin të shkatruar. Pavarësisht gjithë tensionit, Gian arrin të ndërhyjë në momentin e dur. Ai e çarmatos Demirin dhe e shpëton Ailën nga duart e tij, duke i dhënë fund një përballje që mund të kishte përfunduar tragjikisht. Ajla dhe Gjean kthehen të lodhur dhe të tronditur në vilë, por aty i pret një tjetër stuhi. Zonja e shtëpisë, e acaruar dhe frikësuar nga ngjarjet, i kërkon Ajlës të largohet menjëherë dhe të mos shkel më në vilë. Ajo vendos që Denizi të qëndrojë aty, duke pretenduar se është i vetmi vend i sigurt për të. Fjalët e saj e shkatrojnë Ajlën, me lot në sy, ajo i lutet të mos e ndaj nga djali, sepse Denizi është gjithçka që ka, edhe Gjean ndërhyn, duke i kërkuar nënës së tij të mos marrë vendime kaq të ashpra dhe të padrejta ndaj Ajlës. Në këtë atmosferë tensioni, zonja e shtëpisë shpalos kushtin e saj të prerë. Nëse Ajla dëshiron të qëndrojë pranë djalit të saj, duhet të martohet me Gjihanin. Vetëm kështu, sipas saj, familja mund të jetë e bashkuar dhe Denizi i mbrojtur. Ky kusht i vë Ajlën dhe Gjihanin përballë një zgjedhje të vështirë, duke hapur një kapitull të ri të papritur për të dy. Kaq ishte edhe kjo pjesë plot tension, emocione dhe ngjarje të papritura. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund. Në fund të videos do të përmbledhim edhe materialin me pamje nga episodi, që të mund të përjetoni akoma më qartë çdo moment të rëndësishëm.